Ky është horoskopi për ditën e premte, datë 13 mars 2026. Faleminderit që na ndiqni dhe mos hezitoni të lini komentet tuaja në fund të videos. Të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe. Për të lidhurit në shenjën e dashit, e premtja sjell një ditë ku energjia juaj është e fortë por kërkon drejtim të zgjuar. Mund të ndiheni të motivuar të përfundoni gjëra që keni shtyrë gjatë javës. Në planin financiar shfaqet një moment ku duhet të vendosni nëse do të investoni kohë ose para në një ide të re. Mos u nxitoni vetëm nga entuziazmi. Merrni disa minuta për të parë nëse kjo zgjedhje është e qëndrueshme edhe për javët që vijnë. Në punë mund të ketë momente kur dikush kërkon mendimin tuaj ose mbështetjen tuaj në lidhje me një çështje. Ndonjëherë mënyra juaj direkte e komunikimit është shumë efektive, sidomos për vendime të shpejta. Megjithatë, përpiquni të dëgjoni perspektivat e të tjerëve përpara se të jepni një përgjigje përfundimtare. Sa i përket shëndetit, është e rëndësishme të menaxhoni më mirë energjinë gjatë ditës. Nëse filloni ditën me shumë ritëm, përpiquni t'i lini vend vetes për pushim. Në jetën sentimentale për çiftet është ditë ku biseda e hapur sjell më shumë qartësi për gjërat që kanë mbetur pezull. Nëse flisni me sinqeritet, e forconi lidhjen. Për beqarët shfaqet një person që ju tërheq për spontanitetin e tij. Demi. Për Demin, e premtja është ditë që fton të ngadalsoni ritmin dhe të shikoni me qetësi disa situata të javës. Në aspektin financiar mund të mendoni për një blerje ose investim të vogël që lidhet me komoditetin ose shtëpinë. Është moment i mirë të bëni llogari dhe të shihni nëse kjo zgjedhje është e nevojshme tani apo mund të presë më shumë. Në planin e punës ndiheni produktiv kur punoni në mënyrë të organizuar pa ndërprerje. Nëse krijoni një listë të qartë të detyrave, mund ta përfundoni ditën me një ndjenjë shumë të madhe kënaqësie. Donjëherë dhe një hap i vogël përpara ka shumë rëndësi. Nga ana e shëndetit është e rëndësishme të kujdeseni për trupin, sidomos nëse keni kaluar shumë orë ulur gjatë ditëve të fundit. Një shëtitje e lehtë pas dite ose ushtrime të thjeshta ju ndihmojnë të çlironi tensionin. Në mbrëmje krijoni një rutinë të qetë para gjumit dhe mos përdorni telefonin për kohë të gjatë në shtrat. Në dashuri për çiftet është ditë ku vëmendja ndaj detajeve të vogla bën diferencën. Një gest i thjesht romantik krijon një atmosferë të ngrohtë mes jush. Për beqarët lini një interes për dikë që duket i qetë dhe i besueshëm, i jepini kohë njohjes të zhvillohet. Binjakët. Për binjakët, e premtja sjell një ditë ku komunikimi dhe lëvizja mendore janë shumë aktive. Mund të keni biseda interesante që ju japin ide të reja ose perspektivë tjetër për një çështje që mendoni prej ditësh. Në aspektin financiar është momenti të mblidhni informacione dhe të eksploroni mundësi të reja. Në planin profesional ndiheni të motivuar të zgjidhni një problem në mënyrë kreative. Aftësia juaj të shihni gjërat nga shumë këndvështrime të ndryshme është e dobishme sot. Nga ana e shëndetit është e rëndësishme të mos e mbi-ngarkoni mendjen me shumë informacione gjatë ditës. Bëni disa momente pushimi pa telefon apo kompjuter. Në mbrëmje përpiquni të relaksoheni me aktivitete që nuk përfshin shumë teknologji. Në jetën sentimentale për çiftet është ditë ku komunikimi i hapur sjell më shumë afri. Një bisedë gjatë për gjëra të thjeshta e forcon lidhjen tuaj. Për beqarët, një takim ose bisedë spontane kthehet në një njohje shumë interesante. Donjëherë lidhjet më të bukura nisin nga momentet e paplanifikuara. Gaforia. Për të lindurit në shenjën e Gafores, e premtja e 13 marsit është ditë ku intuita juaj ju ndihmon të kuptoni më mirë situatat rreth jush. Në planin financiar lind një moment ku duhet të vendosni nëse do vazhdoni me një plan që keni menduar prej kohësh apo duhet ta rishikoni. Sot është dita të mendoni në mënyrë praktike dhe të shihni cilat zgjedhje ju japin stabilitet afatgjatë. Në planin profesional mund të keni një detyrë që kërkon më shumë përqendrim dhe qetësi. Ju punoni më mirë kur ambienti është i organizuar dhe pa ndërprerje. Sa i përket shëndetit, duhet të kujdeseni për balancën mendore dhe emocionale. Donjëherë ndjeshmëria juaj ju bën të merrni më shumë energji se ç'duhet nga ambienti përreth, kështu që përpiquni të gjeni momente për veten gjatë ditës, larg telefonit apo duke bërë një shëtitje të qetë. Në jetën sentimentale për çiftet është ditë ku mirëkuptimi, dëgjimi ndërsjellë do të jenë shumë të rëndësishëm. Një bisedë e qetë sqaron disa gjëra që kanë mbetur të pathëna. Për beqarët shfaqet një njohje që nis në mënyrë të natyrshme përmes një bisede të thjeshtë që gradualisht bëhet më interesante. Luani. Për Luanin, e premtja e 13 marsit sjell atmosferë dinamike dhe mundësi për të treguar iniciativë. Në aspektin e parave shfaqet një situatë ku duhet të merrni një vendim që lidhet me projekt ose shpenzim dhe kërkon një vlerësim të kujdesshëm. Mos u mbështetni vetëm tek instinkti, por shihni detajet praktike. Në planin e punës ndjeni të motivuar të përfundoni disa detyra që kërkojnë vendosmëri. Kur ju merrni drejtimin në një situate, shpesh krijoni një atmosferë të organizuar rreth jush. Kjo mund të vijë nga kolegët ose njerëzit që bashkëpunojnë me ju.
Nga ana e shëndetit, energjia është e mirë, por mos e shpërdoroni duke bërë shumë gjëra njëkohësisht. Mundohuni të krijoni një ritëm të balancuar për ditën. Në dashuri për çiftet është ditë e mirë të bëni diçka të vogël që ndryshon rutinën, si një plan i papritur për të kaluar më shumë kohë së bashku. Për beqarët, tërheqja juaj do të marrë vëmendjen e dikujt në një ambient social ose profesional. Thjesht jini vetvetja dhe mos u përpiqni të kontrolloni çdo situatë rreth jush. Virgjëresha. Për virgjëreshën, e premtja 13 marsit favorizon mendimin analitik dhe organizimin. Në planin financiar shfaqet një mundësi për të rregulluar disa detaje që lidhen me buxhetin ose një pagesë që duhet planifikuar më mirë. Duke qenë të kujdesshëm me shpenzimet, mund të krijoni një ndjenjë të madhe sigurie për ditët në vijim. Në planin profesional mund të përpalleni me një detyrë që kërkon përqendrim dhe saktësi. Ju jeni shumë të aftë të shihni detajet që të tjerët ndoshta ja anashkalojnë. Nëse e përdorni këtë aftësi me qetësi, mund të arrini rezultate shumë të mira. Sa i përket shëndetit, duhet të mos e mingarkoni mendjen me shumë mendime njëherësh. Përpjekja për të kontrolluar çdo detaj do t'ju krijojë tension të panevojshëm. Bëni pauza gjatë ditës dhe dilni në ajër të pastër. Në jetën sentimentale për çiftet është ditë ku komunikimi i qartë sjell më shumë stabilitet në marrëdhënien tuaj. Duke ndarë mendimet në mënyrë të qetë, shmangni keqkuptimet. Për beqarët mund të lini një interes për dikë që duket inteligjent dhe i matur, dhe një bisedë thjesht hap rrugën për një njohje më të thellë. Peshorja. Për të lindurit në shenjën e peshores, 13 marsi është ditë që kërkon të ruani balancën mes përgjegjësive dhe nevojës tuaj për qetësim personale. Në aspektin e parave, shfaqet një situatë ku duhet të bëni një zgjedhje mes dy mundësive, ndoshta një shpenzim që lidhet me komoditetin tuaj ose plan që lidhet me punën. Para se të vendosni, shihni cila zgjedhje është më e dobishme në aspektin afatgjat. Në planin profesional do të keni disa diskutime ose bashkëpunime që kërkojnë diplomaci dhe durim. Aftësia juaj për t'i dëgjuar dhe kuptuar të dy anët e një situate është shumë e vlefshme sot. Nga ana e shëndetit, e rëndësishme është të mos e lidhni lodhjen mendore të grumbullohet. Nëse dita bëhet e ngarkuar, përpiquni të bëni pushime të vogla, të merrni frymthellë dhe të largoni mendjen nga presioni. Në jetën sentimentale, për çiftet është ditë e mirë të riktheheni harmoni përmes një bisede të qetë ose aktiviteti të thjeshtë së bashku. Për beqarët mund të linë një njohje në një ambient social ose përmes një miku të përbashkët. Akrepi. Për akrepin, 13 marsi është ditë ku përqendrimi dhe intuita ju ndihmojnë të shihni qartë situatat që kanë qenë të paqarta gjatë javës. Në planin e parave do të mendoni për një mënyrë më të mirë se si ti menaxhoni ato ose të organizoni shpenzimet që po afrohen. Në planin e punës, mund të keni një moment ku kërkohet vendosmëri dhe qartësi në vendimarrje. Ju jeni të aftë të analizoni situatat në thellësi dhe kjo sot do t'ju ndihmojë të gjeni një zgjidhje që të tjerët nuk e kanë parë menjëherë. Sa i përket shëndetit, duhet të mos e mbani stresin të akumuluar brenda vetes. Nëse ndjeni tension gjatë ditës, gjeni një mënyrë ta çlironi atë, qoftë përmes aktivitetit fizik, një shëtitje ose bisedë me një person të besuar. Në mbrëmje shmangni kafeinën dhe krijoni një ritëm të qetë para gjumit. Në dashuri për çiftet dita kërkon sinqeritet. Nëse i ndani ndjenjat me partnerin, bëhet një mjedis më i afërt. Për beqarët, lini të rreqin ndaj dikujt me personalitet të fortë dhe interesant. Njiheni personi gradualisht dhe pa u nxituar. Shigjetari. Për shigjetarin, 13 marsi sjell atmosferë optimiste dhe dëshirën për të parë përpara me entuziazëm. Në planin e parave, lind një ide që lidhet me një projekt personal ose mundësi se si të përdorni më mirë aftësitë tuaja. Ideja mund të jetë interesante, por duhet analizuar me kujdes përpara se të bëni hapa konkret. Në planin profesional, mund të keni një bisedë që do t'ju jap perspektivë të re për një situatë pune. Një këndvështrim ndryshe do t'ju ndihmojë të kuptoni cilat janë mundësitë për të ecur përpara. Në aspektin e shëndetit, energjia është e mirë, por duhet të mos e mbingarkoni ditën me shumë angazhime. Gjeni kohë për aktivitet fizik ose shëtitje në ajër të pastër. Në mbrëmje përpiquni të krijoni një moment relaksi dhe të shkëputeni nga teknologjia para gjumit. Në jetën sentimentale, për ata që janë në një lidhje, dita është e mirë të diskutoni planet me fundjavën. Për beqarët, një takim i papritur ose bisedë spontane krijon një ndjenjë të bukur interesi. Natyra juaj e hapur tërheq njerëzit e duhur sot. Bricjapi. Për të lindurit në shenjën e bricjapit, e premtja është ditë ku fokusi i shkotrit përgjegjësive praktike dhe stabilitetit. Në aspektin e parave, lind një situatë ku duhet të mendoni me kujdes për shpenzimet që lidhen me diçka afatgjat, si për shembull një pajisje, pagesë ose plan që kërkon disiplinë financiare.
Në planin profesional, dita kërkon durim dhe organizim. Do të përballeni me disa detyra që kërkojnë përqendrim të vazhdueshëm, po kjo është pikërisht fusha ku ju shkëlqeni. Nëse mbani një ritëm të qëndrueshëm pa u shpërqendruar, do të përfundoni më shumë gjëra se ç'kishit planifikuar. Nga ana e shëndetit është e rëndësishme të mos e lini trupin në të njëjtin pozicion për shumë orë. Nëse puna ju kërkon të qëndroni ulur gjatë, përpiquni të bëni lëvizje të vogla ose të ngriheni për pak minuta. Në jetën sentimentale për çiftet është ditë ku mbështetja reciproke është e rëndësishme. Një bisedë e qetë për planet tuaja sjell më shumë siguri në marrëdhënie. Për beqarët lini një interes për dikë të matur, një njohje që nis pa nxitim por ka potencial për diçka të madhe. Ujori. Për ujorin e premtja sjell një ditë ku mendja juaj është plot kuriozitet. Në planin e parave do të mendoni për një mënyrë më kreative se si të përdorni aftësitë tuaja ose të eksploroni një mundësi që më parë nuk e kishit konsideruar. Është më shumë ditë reflektimi se sa veprimi, por idetë që lindin sot janë shumë të vlefshme për të ardhmen. Në planin e punës do të keni biseda interesante me njerëz që ju japin perspektiva të reja. Sa i përket shëndetit, është e rëndësishme të gjeni një ekuilibër mes aktivitetit mendor dhe pushimeve. Nëse kaloni shumë kohë duke menduar apo duke punuar me teknologjinë, përpiquni të bëni disa momente pushim pa ekran gjatë ditës. Një aktivitet i qetë, si një shëtitje shkurtër, ju ndihmon të relaksoheni. Në dashuri për çiftet është ditë ku biseda e hapur për dëshira dhe planet të ardhshme krijon një ndjenjë të fortë lidhjeje. Për beqarët një njohje lind me dikë që ka ide dhe interesa të veçanta dhe kjo gjë juve ju tërheq me një herë. Peshqit. Për të lindurit në shenjën e peshqve, e premtja e 13 marsit sjell një ditë ku ndjeshmëria dhe imagjinata janë shumë të forta. Në planin e parave do të ndjeni nevojën të jeni më të kujdesshëm me disa shpenzime të vogla që shpesh ju kalojnë pa i vënë re. Duke u kushtuar më shumë vëmendje këtyre detajeve, do të krijoni një ndjenjë të madhe kontrolli mbi buxhetin tuaj. Në planin profesional jeni të motivuar të përfundoni një detyrë që kërkon përqendrim dhe kreativitet. Ju shpesh jeni shumë intuitiv në mënyrën si zgjidhni problemet dhe kjo ju ndihmon të gjeni rrugën më të lehtë dhe të arrini rezultate të mira. Në aspektin e shëndetit duhet të kujdeseni për mirëqenien emocionale. Jeni lodhur nga ritmi i javës, kështu që përpiquni të gjeni momente qetësie për veten. Në jetën sentimentale për çiftet dita favorizon ndjeshmërinë dhe afërsinë emocionale. Një moment i thjeshtë së bashku mund të ketë shumë kuptim për të dy. Për beqarët mund të lindë një interes për dikë që ju bën të ndiheni të kuptuar dhe më të qetë. Një lidhje e tillë zhvillohet gradualisht në mënyrë natyrale për ju.